Të re ka sot që ne vim në qytetin tuaj nga të gjithë universitetet publike dhe private që ju të orientoheni drejt publike private që dal nga dal të mbrin këtu brenda që në mënyrë pyetje përgjigje mund ta zhvillojmë këtë diskutim. Nëse keni diçka për të pyetur, ata do t'ju përgjigjen, që ju të orientoheni qartazi edhe për mënyrën si ju kanë këshilluar mësuesët e karrierës, të cilët kanë punuar prej kohësh. Unë nuk do flas gjatë, e mbyll shpejt, se unë shkollën time e kam mbaruar, bëra atë që doja. Dua shumë që dhe ju të bëni atë që doni, kështu që shkurtimisht do dëgjoni pak dhe nëse keni pyetje, ju lutem mos ikni pa i bërë telefoni këta profesorët e universiteteve. Ne vim pikërisht sot si Universiteti Aleksandër Musiu i Durrësit, jo thjesht vetëm si një universitet me një histori 20 vjeçare, por vim gjithashtu me ofertën më të mirë që mund keni hapur ndonjëherë në Shqipëri. Po flet pikërisht për një universitet shtetëror, gjithashtu edhe mundësinë e bursës dhe mbulimit të studimeve tuaja me bursë në rast se jeni të 9-ës dhe të 10-ës. Keni mundësinë dhe meqense e keni edhe këtu, ne kemi programin Stars EU. Ky program është një konglomerat i 9 universiteteve europiane dhe Universiteti UAMT-ja Aleksandër Musiu i Durrësit është i vetmi në Ballkan që ka një program të tillë. Duhet t'ju them që për të gjitha degët që ju pretendoni dhe kërkoni, mundësinë që e keni pikërisht me diplomat e dyfishta. Sepse ne kemi jo thjesht vetëm programin Stars EU ku mund të transferoni dhe studimet tuaja në një universitet e shtetit, por keni gjithashtu edhe mundësinë që të keni edhe programe duale me 150 universitetet e tjera që ne kemi lidhur marrëveshje. Dhe që ta keni parasysh, diplomat tuaja kur do t'i merrni në fund, nuk do t'jetë thjesht vetëm një diplomë me sistemin amerikan dhe normalisht edhe me sistemin shqiptar. Mundësia që ju jepet këtu është jo thjesht vetëm që të zhvilloheni vetë nga pikpamja profesionale, por gjithashtu edhe të krijoni rrethin tuaj shoqëror jo thjesht vetëm në Shqipëri, por edhe në Europën më tej. Tu do t'i keni gjithashtu jo thjesht vetëm studimet e bachelorit, por edhe studimet e masterit që janë të gjitha me sistem dual, dhe për më tej, nëse për një thënie që ja kanë thënë pikërisht edhe një kampionit të madh, dhe ja kanë thënë edhe një drejtues i programit atletik, që i tha, kudo që të shkosh, të gjithë do të mirëpresin, të gjithë do të buzëqeshin, por ama të gjithë do të kenë po të njëjtën predispozit. Të gjithë do të kenë po të njëjtat kërkesa. Nuk është se duhet të mërzitesh vetëm në një vend. Dhe ajo çfarë duhet të bësh, është që të provosh pikërisht veten tënde atje ku shikon që është ardhmja jote. Duke ju falenderuar dhe të keni parasysh gjithmonë Universiteti Aleksandër Musiu i Durrësit. Dhe gjithmonë që informacioni është pushtet, dhe në këtë rast ju po merrni informacion për detyritarën tuaj. Zgjedhja që ju do bëni sot është tepër e rëndësishme, mbase të gjithë universitetet do ofrojnë ofertë të tyre akademike, por e rëndësishme është të zgjidhni atë që ju dëshironi të bëni dhe ka një universitet të cilët ju do ndjeni mirë. Unë fakt jam Enea Qose, jam nga Kolegji Universitar i Biznesit. Fakt kur ndodhin këto panajiret work and study, gjithmonë zgjedhja ime ka qenë Gramsci dhe kjo edhe për vetëm arsye sepse edhe babai im është nga Gramsci dhe unë kam një detyrim moral, por kam edhe kënaqësinë të jem këtu pra Vlusha dhe mos u bëj shumë lajka për të treguar një të vërtetë. Ne si kolegj ofrojmë, le të themi, kemi 2 fakultete, kemi Fakultetin e Ekonomisë, Drejtësisë dhe Shkencave Sociale me 5 programe studimi dhe kemi Fakultetin e Inxhinierisë dhe Shkencave Kompjuterike po ashtu dhe me 5 programe studimi. Tek Fakulteti i Ekonomisë ofrojmë financë kontabilitet, duke qenë vetë nga emri jemi të fokusuar më shumë te ekonomia, Kolegji Universitar i Biznesit, kemi financë kontabilitetit, administrim biznesit, marrëdhënie kombëtare, po ashtu dhe programin e treguar në drejtësi 5 vjeçare.
Kurse te Fakulteti i Inxhinierisë gjithashtu kemi 5 programe studimi për futet informatika e biznesit, që është një le të themi më mod në kohën e sotme. Kemi teknologji informacioni, kemi inxhinierinë kompjuterike, software aplikuar, digjitale dhe elektrike. Gjithashtu për gjithë ata studentë të cilët nuk arrin dot mesatare mbi 6.5, kemi kolegje studime profesionale të larta me 14 profile studimi, të cilët duke filluar nga asistenti lart financë, asistenti lart ligjor, tek tekniket automobilistike, atomike, pashtu hoteleri dhe turizmi. Çfarë do të thoja është që gjitha programet tona janë të akredituara dhe të riakredituara, pashtu dhe gjitha profilet, pashtu dhe gjithë universitetin. Kemi mbi 60 marrëveshje ndërkombëtare me universitete të tjera, duke filluar që nga Spanja, Lituania, ku ju keni mundësinë të studioni një semestër ose deri në një vit në një nga këto universitete dhe pastaj të ktheheni. Dhe marrëveshja e së fundit që kemi bërë një marrëveshje shumë kryesore është me Webster University, e cila pasi ju marroni le të themi studimet te Kolegji Shtarak Biznesit, pas një viti e gjysmë që studioni në Western University në Atinë, ju mund të jeni dhe një diplom amerikane. Dhe njëherë thash, kjo zgjedhje që ju bëni sot është zgjedhje e rëndësishme është të zgjeni atë që ju dëshironi të bëni dhe atë që ju keni dëshirë. Mbase ne nuk kemi një universitet i madh, po jemi një universitet i vogël, po kjo kemi të duhet krijuar një familje të madhe. Familja e madhe është familja e Kubit. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Shumë suksese. Studioni atë që vërtet keni pasion dhe atë që ju mund të jepni, se në të kundër nuk do e bëni dot. Universiteti i New Yorkut ka 3 fakultete, Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Sociale dhe Fakultetin e Ekonomisë dhe Biznesit. Jemi vetëm universitet që ofron diploma duale, që do të thotë kemi marrëveshje me Empire State University në Amerikë, ku studenti mund të diplomohet me 2 diploma, një lokale të Universitetit të New Yorkut dhe një amerikane. Dhe nëse ata studentë që duan të studiojnë në Amerikë, shkojnë pa pasur nevojë për të plotësuar kredite. Gjithashtu kemi një politikë bursash, ofrojmë bursë patjetër nga mesatarja, duke ofruar bursë nga 10% deri në 100% bursë. Ofrojmë bursë për ata studentë që kanë çmime në rang kombëtar në olimpiadat të ndryshme që ata mund të kenë marrë në shkenca apo në art. Dhe gjithashtu, me 28 mars, ora 11 në East Campus, ne do zhvillojmë provinimin e bursës. I sugjeroj të gjithë të marrin pjesë në provinimin e bursës, sepse është një mundësi e mirë për të përfituar një bursë më të lartë se ajo shkollës së mesme, duke mos u shqetësuar për atë mesatare. Kaq kisha, shumë suksese, u bëfshit më të mirët. Përpafshim. Përshëndetje gjithëve, unë do doja një duartërkitje për veten tuaj, por shumë të fortë, marrni të zgjoheni, të shkundeni. Bravo, jeni shumë mirë. Më pëlqen shumë energjia juaj, jeni shumë fantastik. Unë jam Gjentina Mirashi, jam nga Departamenti i Marketingut dhe PR-it, nga Universiteti Barleti, i cili është aplikativ dhe sipërmarrës, sfidues, por shumë i bukur sepse na bën dhe na zgjon të gjitha ëndrat, dëshirat dhe talenti që ne kemi dhe na suporton për të ecur përpara dhe për të bërë më të mirët e më të mirëve. Unë do të sugjeroja shumë alternativën Barleti, sepse është një nga universitetet që ofron një kampus universitar fantastik, me një jetë studentore të mrekullueshme. Ne gjithë kemi qenë 18 vjeçar apo jo. Kështu që të gjithë do donin që të kishim një jetë aktive dhe vitet studentore janë vitet më të bukura të jetës. Përveç programeve studimore që ne ofrojmë me bursa, 5 bursa të cilat ju i keni dhe në broshurat tuaja të shpërndara, mundësi të pafundme gjithashtu dhe në shkrimi para kontratave, të cilat ju sigurojnë 20% uljes së tarifave, kështu që ne i mbështesim të gjitha ata persona që janë early bird dhe vinë dhe bëjnë regjistrimet paraprake. Ju dua shumë gjithëve dhe shpresoj që t'ju shikoj pranë fakulteteve tona, pranë mjediseve tona për t'ju dhënë gjithë këshillën e mundshme për gjatë viteve të studimit tonë, sepse ne së bashku nuk jemi thjesht në aleancë të tipit pedagog-student, por jemi bashkëpunëtor dhe bashkëkrijues të së ardhmes së përbashkët. Faleminderit dhe kalofshi sa më mirë dhe shumë sukses në provimin. Jam student i Universitetit e Poka dhe jam në vitin e parë për inxhinierinë e softwarit. Universiteti jonë ka ekonomi dhe administrim shkenca, arkitekturë dhe inxhinieri dhe ligje dhe shkenca sociale. Përvoja ime në këtë universitet deri më tani ka qenë shumë e mirë për shkak se pedagogët janë të mbështetës dhe universiteti gjithashtu në kohën e lirë të jep mundësi që neve të aktivizohemi në klube si klubi i kodimit, i sportit, i volejbollit e klubet e tjera.
Gjithashtu universiteti jonë jep një mundësi për të paraqitur njohurit tona dhe ne mund të aplikojmë në testin e SAT-it për ju maturantët, të cilët mund të konvertoni pikat e SAT-it në bursë. Gjithashtu bursa mund gjendet edhe me anë të pikëve të maturës dhe duke klikuar në website, duke hedhur të gjitha notën e vitit parë, vitit 2, vitit 3 dhe 4 notat e provimeve të maturës. Ju falenderoj. Meqense ti e kishe mësuar për mësh të gjën tani dhe e kuptoj sepse i ri ke emocionet e tua, ti fillove direkte punë sa mbarove epokën? Jo, nga vitin e parë. Ti je në vitin e parë. Okej, nuk e dëgjova këtë gjë. Dhe ndërkohë je me mesatare, me çfarë mesatare ishe kur u fute? Mesatarja ime e shkollës mesme së bashku me provimin e maturës ishte 9.74. Që ke gjeni more, se çun domethënë kaq king me këtë mesatare na habitet të gjithëve. Ky është shembulli më i mirë. Ai një tuar trokitja, e meriton për çunën. Bravo! Hajde zonja këshilli të tjerë. Doja të mësuesit e gjimnazit. Po ata si kemi këtu? Ata një tjetër. Ku e ke për gjimnazin? A ke për nga Gramsci, kush është mësuesja jote? Të gjithë, bravo! As kemi nxjerrë pa atë. Bravo! Bravo! Po të flesh në Gramsci pra? Kur të bësh kryetar bashkie? Se do të mëso besin. Bravo! Mirë, Këshillit mirë në Tiranë. Ne nuk jemi të vetmi, por jemi të parat që në Shqipëri kanë lëshuar diploma joint dhe double me universitetet publike italiane. Kemi 4 fakultete, fakultetin e ekonomisë, fakultetin e mjekësisë, të arkitekturës dhe të farmacisë, dhe nga viti i ardhshëm, pra 2026-2027, kemi edhe shkollën profesionale për IT dhe për ndihmës infermier. Ne ju mirëpresim dhe ju lutem fort me ndihmën e profesorëve, me ndihmën e të afërmëve, ju lutem thellojeni shumë ato det që juve doni të ndiqni për të ardhmen tuaj, sepse është shumë e rëndësishme dhe shumë suksese. bravo! Mirë, po? A je ka Albeni? Nga Kolegji Universitar Qiriazi, jam këtu për të paraqitur ju të gjithë informacionet që ju duhet për sa i përket bursave të studimit, programeve të studimit që universiteti ju ofron, si dhe besoj për gjithë ju që jeni të interesuar, kemi edhe reduktimin e tarifës nëse ju bëni rezervimin e hershëm. Jeni të interesuar ta dini se sa është përqind nga reduktimi? Po apo jo? Po! Jo! Unë e di që... Po apo jo? Jo! Atëherë, Universiteti Qiriazi për gjithë rezervimet e hershme ofron deri në 40% zbritje. Gjithashtu kemi edhe bursa studimi për gjithë maturantët që arrin të nxjerrin mesataren mbi 8.5 e lartë. Normalisht bursat e studimit kanë një përqindje 30, 50, 75 deri në 100% zbritje. Disa nga programet e studimit që Universiteti Qiriazi ofron është programi i drejtësisë, kemi menaxhim biznesi, kemi financën, menaxhim hoteleri turizëm, si dhe kemi programet në Kolegjin Profesional të Lartë, programet 2 vjeçare që nuk kërkojnë kriter mesatarje. Keni ndonjë pyetje? Për edukim fizik dhe sporte, ka ndonjë interes? Unë ju falenderoj dhe shpresoj të shihemi në Kolegjin Universitar Qiriazi. Jo, vëndi jo të ty. Hajde Zisha. Tani. Ja, shisti po mësusja. Ta janë, kjo është kënaqësia ime. Tani ti merresh ditë pas dite. Është shumë e rëndësishme që ndonjëherë dhe s'të dëgjojnë. Po përgjithsisht kanë dëgjuar? Për karrierën po. Për karrierën po, ëh? Po. Tani ky panajir vlen dhe për ju. Sepse ju kështu mësoni se ca dikësh të reja ka bërë Barleti, Qiriazi, Aldenti, Mesdhetari, gjithë universitet, Albania University. Kështu që ju lutem, këshillimi i parë duhet bërë njerë me stafet e universiteteve në mënyrë që ju, sepse panajiri është një ditë, puna juaj është një vit.
Kështu që ju lutem këto informacione, ju unë jam e bindur që sot do i merrni me stafet shumë të predispozuara të universiteteve, por a keni një thirrje të bëni këtyre maturantëve kaq shembullor? Çfarë është për ju e rëndësishme? Domethënë si jam rritur ju këtu ku jeni? Mirë, jepni modele vetes, pastaj prej qyteteve si vjet, me udhëzimin e Ministrisë Arsimit në shkolla, funksionon mësuesi koordinatori i Këshillimit Karrierës me qëllimin që t'i orientoj, t'i këshilloj dhe t'i mbështes nxënësit. tani një këshill shkurt fare për këtë brez që duhet ta marrë kështu si shirim këtë gjë. Nevojshme. Këshilla ime është ndiqni pasionin të mbështetur tek vullneti tek puna. Bravo. Ja, ekselente Susa. Faleminderit shumë. Unë kam kënaqësinë që takoj prapë këtë. Sepse të gjithë universitetet që janë sot, ju uroj suksese dhe janë me fat që marrin studentët tanë dhe i përsosin më shumë se kaq. Bravo, kjo është e rëndësishme. Kush e pastorimi për bashkë? Po, vazhdoj? Si kundër edhe kolegët e mi të doja një duartërvitje shumë të fortë për Universitetin Arden. Jo për gjë, po jemi të vetmi të profilizuar në fushën e mjekësisë. Universiteti Arden dhe nisur dhe nga ajo që u tha pak më përpara, është themeluar nga njëri shumë i suksesshëm, profesor doktor Adem Manushi. Dhe doja një duartërvitje për profesorin. Është vërtet një kuadër që nxjerr kuadra të përsosur për çdo vit. Dhe ai e ka një gjë, e ka merak të madh, që nuk e bën për vete, po e shëron gjithë eksperiencën e tij. E vërtet, shumë e vërtet. Sikundër e thashë edhe pak përpara, ne jemi një universitet i profilizuar vetëm në fushën e mjekësisë. Unë do ju mbaj shumë pak. Degët që neve ofrojmë janë stomatologjia, që është master shkencor në stomatologji, farmacia gjithashtu është një program studimi master shkencor. Kemi gjithashtu dhe degët bachelor, që janë fizioterapi, infermieri, imazheri dhe radioterapi. Kemi pjesën e laborant dentar, gjithashtu edhe asistent dentar. Të gjitha programet tona të studimit janë të akredituara. Është një universitet që ka mbi 20 vite eksperiencë. Dhe gjithashtu ajo që dua të them që e kam me merak shumë të madh, meqense jemi brezi i rrjeteve sociale, na bëni follow, na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, për të patur më shumë informacione në lidhje me pagesat, me shumë gjëra të tjera që ju jeni të interesuar. Mund të vini tek stenda jonë, të kryqë edhe qëllimi panajirit ka përshtypje, edhe neve të japim të gjithë informacionin e nevojshëm për të cilin juve keni. Ju uroj shumë suksese. Ne kemi shumë student nga qyteti Gramsci në të gjitha degët, këtë gjë e poj pak përpara të zdysha e karrierës, kështu që ato kanë mbetur shumë të kënaqur dhe kanë referuar edhe të afërmit e tyre tek ne. Ç'më bëre sot, ç'më bëre. Ua, ti ardhoni me sukses. Ti nuk u dajte. Shumë suksese të gjithëve dhe që tjetër, meqense jam dysha psikologjisë, jepini një përqafim vetes tuaj kështu. Bravo. Që e mirë shumë. Dëgjoj një gjë që ishte shumë e rëndësishme. Ne nuk shkojmë ke psikologu, po hallat e para ja tregojmë shokut shoqes. Është një ndër videot që e kam darë së fundi me studentët e mi. Shoqja dhe shoku do ja nxjerrë informacionin. E vërtet. Psikologu e ka me fiq, nuk ja nxjerr. Kështu që mos ja hapni barku shoqeve, se do ziheni pastaj dhe do ju tregoj gjithë emrat. Në rregull, pra, lërini ato fjalët Tezja, Xhaja, Kushuriri që ç'keti se një fundi kë. I keni këtu me oferta universitetet, regjistrohuni, mos e humbni këtë mundësi, sepse kjo mundësi është vetëm në kohën e panajirit. Dhe këtë mundësi duhet ta kapni ju, meqense ne jemi sot në qytetin tuaj. Kështu që mos ikni pa lënë kontaktet në ato universitete që ju pëlqyen dhe ju mbeten në mendje. Profesor, se ty të kemi puro nga Gramsci. Pse? A mirë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Pranë Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Vendit të Tirana. Nuk dua të zgjatem shumë për sa i përket programeve që ofron çdo le të themi fakultet. Universiteti jonë është universitet privat, meqense shumë prej jush kur kanë ardhur për stenda të themi janë dyzuar mbi universitetet publike dhe atyre private. Është universitet privat, është një institucion edukimit të arsimit të lartë vërtet shumë serioz, që është i fokusuar vetëm në 3 fusha kryesore, siç është ajo e inxhinierisë së ndërtimit dhe arkitekturës, inxhinierisë kompjuterike dhe teknologjisë dhe ekonomisë dhe biznesit. Nuk po ndalem në detaje sepse shumë për informacion mund të gjeni në webin tonë, në social media, por natyrisht edhe në petushët që le themi ne ju japim pranë stendës tonë. Për sa i përket bursave, meqense është një temë le themi delikate për maturantët, të cilët Çfarë mesatare arrihet bursa për shkak? Mesatarët
pikërisht këtu do të ndalesha mesatarë mbi 8.5, të cilat natyrisht maturantë, të cilat ndoshta për hir të Sa përqind e këtyre maturantëve arrin, domethënë sipas statistikave, ta kemi këto mesatare. Nga vitet që kanë treguar. Për shifra nuk mund të flas, por pikërisht për këtë ne kemi përmirësuar me Gjova Universitet tjetër. Mos gaboj New Yorku në datën 18 prill, Save the Day. Është ajo mundësi që ju pra është pjesëmarrja e hapur për të gjithë maturantët që kanë mundësi të përmirësojnë, le të themi, mesatarën e tyre për përfituar një bursë më të mirë. Dhe ata më të mirë përfitojnë 100% bursë për gjitha programet që ofron Universiteti. Faleminderit Metropolitë Tirana. Edhe për Olimpiadën ndërkombëtare të ekonomisë. Nuk e di nëse keni dëgjuar, është një konkurs vërtet shumë prestigjioz, ku konkurrojnë të gjithë të rinjtë e shkollave të mesme nga gjithë globi dhe Universiteti Metropolitan Tirana mbështet pikërisht të rinj që përfaqësojnë Shqipërinë në këtë konkurs, mbi bazën e njohurive në ekonomi, në financë, por natyrisht edhe në biznes. Vitin e kaluar ky edicion u zhvillua në Azerbajxhan, në Baku, në kryeqytet, dhe këtë vit do zhvillohet në Kin. Luftoj që të konkurroni sepse është vërtet një eksperiencë shumë prestigjioze. Faleminderit. Faleminderit Metropolitan Tirana, po. Edhe të aplikuarat ekonomike dhe Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Dhe Fakulteti i Shkencave Mjekësore që është pika jonë më e fortë, stomatologjia dhe farmacia, janë programe master shkencor, të gjitha programet kanë nga 20% zbritje, përveç stomatologjisë dhe farmacisë të cilat kanë nga 20% zbritje. Fakulteti Albania University ndodhet në qendër të Tiranës, që është një lokacion mendoj që është mjaft i favorshëm për gjithë studentët. Mundësojmë 20% zbritje s'është pak, po, sidomos që do ta kuptojmë, sidomos për pjesën e stomatologjisë, që e kanë direkt të punën gati. Po, një nga qëllimet tona është që është cilësia e studentëve dhe pra laboratorëve tuaj që kryen të gjitha besoj testet dhe gjëra. Po, dhe japim mundësi dhe praktikat në klinikën mjekësore që ndodhet përsëri në qendër të Tiranës. Fantastike. Edhe pas studimeve i jepet mundësi punësimi tek në ambientet tona. Të klinikës, po. Të klinikë. Bravo, kjo është shumë e mirë sepse lidhet studime me punën, po arrim drejt atij standardi që të kualifikojmë ato profesione për cilat ka nevojë tregu punës. Dhe unë ju falenderoj shumë. Në mos të pajisni vetëm me një diplom, po të jeni të profesionalizuar për jetën, për tregun, që është një gjë kryesore që dhe mos na i fitrini këtu. Faleminderit. Inteligjencës artificiale që përbën të kemi një step tek mbrapa, por që Po çfarë teke tjetër po shikon përveç se arkitekturës? Se mund ta bësh edhe jo, këtë kam qetë dhe e kam ndarë mendjen kam shumë vite. pe në një universitet që të ngeli mendja për pjesën e arkitekturës. Kush është i fortë nga universitetet për arkitekturën? Zonja, gjithmonë zonja. Edhe Barleti, po. Ja, u kemi edhe Barletin, e ke dëgjuar edhe Barletin? Po, e kam dëgjuar. Dhe Metropolitani gjithashtu, zonja Barleti, Metropolitani, merri ofertat. Prap ke frikë inteligjencën artificiale, Kam frikë, po pse ke frikë, po ti nuk e zëvendëson çdo gjë që të bëhet, krijesën e Zotit nuk e zëvendëson dot njeriu. Harroje ti atë gjë. Harroj, ajo do të jetë vetëm suporti jot. Ne kemi krijuar dhe Po, ne e kemi krijuar dhe atë, ja se stot bardha. Pra ti dhe për mundësinë e pagesës me rrogë, sepse unë di që ju jepni edhe rrogë për ato maturantë që vinë dhe bëhen studentët tuaj. Do flisni me radhë apo? Po. Na jeni shpjegim pak e shumë? Përshëndetje të gjithëve, unë jam student e Egli Hoxha, jam student i vitit 3 nga Akademia e Forcave të Armatosura. Studioj në degën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Siç fave fillimisht, unë si një ish maturant që ka kaluar 2 vjet, ju uroj të gjithëve suksese në provime dhe shpresoj që të gjithë t'i realizojnë ëndrat dhe të gjithë detyrimet që i kanë vënë vetes për në të ardhmen. Për sa i përket Akademisë së Forcave të Armatosura, besoj se është një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinjt. Siç fave prezantuesja, të gjithë studentët që vinë atje, në momentin që hyjnë, nënshkruajnë një kontratë e cila i ofron punësinë të sigurt, shkollim dhe paga është mjaft e kënaqshme, është më shumë se paga minimale në Shqipëri. Sa i bie domethënë? Se 550 ka shkuar tani. Marrin 700 dorë këtu? Aq. Aq, bravo. Iki që sot morën. Mirë, do
student nga... Kemi nevojë dhe për mbrojtje, na mbron, e kupton? Faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese në të gjithë karrierën tënde, të modelisme. Të falenderoj